Ndër titujt kryesor do të veçojmë aplikimi për rivlerësimin e pasurive me normë tatimore 5% kryet në portalin qeveritar i Albania, aplikimi kalon në 5 hapa kryesor. Pagat në sistemin arsimor para universitar indeksohen me 2.5% me shtesë 3.000 lekë për disa kategori, masa prek rreth 36.000 arsimtar. Shqipëria ka shprehur dakordsim për të marrë pjesë në forcën ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza, ende nuk është përcaktuar numri i trupave. Siguria në kantierët e ndërtimit po rikthehet në qendër të vëmendjes. Kreu i KMT-s tha se po kryet proces verifikimi për lejet aktive të ndërtimit. Për këto dhe të tjerë në ndiqni me lajmet qendrore. Aplikimi për rivlerësimin e pasurive me normë tatimore 5% kryet përmes portalit qeveritar i Albania. Qytetarët përmes 5 hapave kryesor mund të arrijnë të përfundojnë procedurën, ndërkohë tarifat shtetërore të shërbimit variojnë nga 35 deri 100 euro. Qytetarët që dëshirojnë të bëjnë rivlerësimin e pronës së tyre me normë tatimore 5% duhet të ndjekin 5 hapa kryesor. Aplikimi për shërbimin e rivlerësimit të pasurisë bëhet nëpërmjet portalit qeveritar i Albania me kërkesën standarde që është miratuar për këtë procedurë. Agjencia Shtetërore e Kadastrës për t'ju ardhur në ndihmë qytetarëve ka publikuar hapat që ndiqen. Fillimisht qytetari identifikohet në i Albania. Më pas zgjedh shërbimin rivlerësimi i pasurisë dhe klikon përfaqësuesi është i njëjtë me aplikantin nëse aplikimi bëhet nga vetë individi, ndërsa nëse bëhet nga përfaqësues ligjor, kërkohet dokumentacion ekstra. Në faqen pasardhëse jepet opsioni për të zgjedhur pasurinë që qytetarët duan të rivlerësojnë dhe automatikisht shtohet edhe shërbimi lëshim kopje kartele të pasurisë së paluajtshme. Në vijim ngarkohet një dokument pronësie ose akti i ekspertimit dhe licenca e ekspertit në PDF, nëse rivlerësimin e keni kryer me ekspert të licencuar. Në faqen pasardhëse reflektohet edhe tarifa minimale e shërbimit dhe në përfundim klikohet ikona dërgo. Kadastra sqaron se tarifa e shërbimit që i shfaqet qytetarëve gjatë aplikimit nuk është fikse, por llogaritet në varësi të shumës së tatimit që do të rezultojë nga rivlerësimi. Pra, tarifat për shërbimin e rivlerësimit për individët pranë ASHK-s variojnë nga 3.500 lekë nëse vlera e tatimit 5% të rivlerësimit që derret në buxhet është 150.000 lekë, 7.000 lekë nëse vlera varion nga 150 deri në 300.000 lekë dhe 10.000 lekë për vlerën mbi 300.000 lekë. Pasi individi ose përfaqësuesi ligjor është pajisur me faturën për arkëtim, ai paguan faturën dhe drejtoria vendore e ASHK-s kryen konfirmimin e shlyerjes së pagesës së tatimit të rivlerësimit dhe të tarifave të shërbimit. Pas verifikimit të shlyerjes së pagesës, aplikimi i individit konsiderohet i plotësuar dhe ASHK-s i lind detyrimi për ta pasqyruar rivlerësimin në regjistrin e pasurive të paluajtshme. Aplikimet për rivlerësim të pasurive, të cilat paraqiten pranë ASHK-s brenda datës 31 dhjetor 2026, por nuk janë përfunduar, procedohen edhe pas kësaj date, nëse tatimi i rivlerësimit paguhet brenda datës 31 mars 2027. Ndërtesat që nuk kanë një vlerë në kartelën e tyre kanë qenë objekt privatizimi apo janë të trashëguara, do të rivlerësohen duke marrë në konsiderat koston e shfrytëzimit për metër katror e përcaktuar nga akti nënligjor në fuqi për entin kombëtar të banesave në datën e regjistrimit të këtij akti. Ligji për rivlerësimin e pasurive i jep mundësinë e rivlerësimit me normë tatimore 5% edhe qytetarëve të cilët kanë një banesë që në certifikatën e pronësisë nuk ka një vlerë të regjistruar, që është e privatizuar, dhuruar apo e trashëguar. Konkretisht, sipas udhëzimit për ndërtesat e ndërtuara dhe të regjistruara në drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, të cilat nuk kanë vlerë të regjistruar ose vlera e regjistruar është e shprehur në monedha të tilla si franga ari apo Napolona Floriri, si dhe për ndërtesat e privatizuara me ligjin e vitit 1992 për privatizimin e banesave shtetërore, për efekt të përcaktimit të tatimit mbi rivlerësimin, si vlerë e zbritshme, do të merret kostoja e shfrytëzimit për metër katror e përcaktuar nga akti nënligjor në fuqi për entin kombëtar të banesave në vitin e regjistrimit të pasurisë së paluajtshme. Po ashtu edhe për ndërtesat e përfituara në rastet e trashëgimisë, dhuratave apo heqjes dorë nga pasuria, për të cilat nuk ka qenë regjistruar vlera e pronës, si vlera e zbritshme do të merret kostoja e shfrytëzimit për metër katror e përcaktuar nga akti nënligjor në fuqi për entin kombëtar të banesave në datën e regjistrimit të aktit. Referuar ligjit, kosto mesatare e shfrytëzimit për metër katror përditësohet çdo vit.
Pra nëse marrim si shembull një banesë 80 metër katror në Tiranë, e cila është regjistruar në hipotekë në vitin 1999, kosto mesatare e shfrytëzimit rezulton 251 euro për metër katror dhe totali që do të përdoret si vlerë e zbritshme për këtë banesë është 20.000 euro. Rivlerësimi në këtë rast do të bëhet mbi diferencën e vlerës së re të rivlerësuar, mbi çmimin e referencës apo të tregut dhe vlerës së zbritshme. Le të themi që ky apartament me vlerë tregu vlerësohet aktualisht 80.000 euro. Qytetari do të paguaj 5% e diferencës midis vlerës së rivlerësuar dhe vlerës së zbritshme, pra 5% e 60.000 euro, apo e thënë ndryshe 3.000 euro, dhe prona regjistrohet me vlerë finale 80.000 euro. Sipas ekspertëve, kjo kategori qytetarësh e ka më emergjente kryerin e procedurës së rivlerësimit të pasurisë, me qëllim regjistrimin e saj me vlerën aktuale të tregut apo vlerën aktuale fiskale. Të gjitha këto raste kanë vlera vërtet minimale në kartel ose kanë zero informacion në kartel. Në këtë rast, pavarësisht se nëse do e shesësh apo jo, ky është momenti që ti të vendos vlerën reale të tregut. Sepse në një moment kur ti do ta shesësh, në një moment kur ti do ta dhurosh, në një moment kur ti do të heqësh dorë nga pjesët akuse, në një moment kur ti mund të kesh një sfidë në jetë për arsye shëndetësore apo zhvendosje me vendin punë apo dalje nga Shqipërisë, pra kur ti do të kryesh një tjetërsim prone, ti do ta kesh shumë më të vështirë dhe bara fiskale do të jetë shumë më e lartë. Atë që ne sugjerojmë kushdo që ka pak financa të hequra më njanë, procesi i rivlerësimit nuk është një kosto, por është një investim. Qytetarët do të kenë mundësi të aplikojnë për të përfituar nga ky ligj deri më 31 dhjetor 2026. Pagat në sistemin arsimor para universitar indeksohen me 2.5% dhe një shtesë prej 3.000 lekësh për disa kategori. Kjo mas prek rreth 36.000 punonjës dhe ka një efekt financiar prej mbi 137 milion lekësh në muaj. Pagat e punonjësve në sistemin arsimor para universitar janë rritur përmes indeksimit dhe shtesave të reja, duke prekur rreth 36.000 punonjës në të gjithë vendin. Masa parashikon indeksim 2.5% mbi pagën bruto për çdo pozicion pune, ndërsa shtesa për vjetërsi në punë indeksohet automatikisht duke reflektuar rritje të plot në strukturën e pagës. Për disa kategori me paga që variojnë nga 58.000 deri në 74.000 lekë, përveç indeksimit do të aplikohet edhe një shtesë fikse prej 3.000 lekësh në muaj. Si rezultat, rritja totale për disa pozicione arrin nga 4% deri në 5.17% në varësi të nivelit të pagës dhe vjetërsisë në punë. Nga kjo paket përfitojnë mësues, edukator kopshtesh, psikolog dhe punonjës social, oficer sigurie, kujdestar konviktesh, instruktor dhe koordinator. Sipas të dhënave zyrtare, pesha në buxhet është për 30.000 punonjës në arsimin parauniversitar me një efekt prej 114.5 milion lekësh në muaj, për 1.500 punonjës në arsimin profesional me 6 milion lek në muaj dhe 16.7 milion lek në muaj për punonjësit në arsimin parashkollor dhe konvikte. Në total, efekti financiar mujor i masës arrin në rreth 137 milion lek. Sa i përket ecurisë së pagave ndër vite, skema aktuale e pagave në arsim e ka bazën në vendimin e vitit 2017, i cili përcaktoi strukturën dhe shtesat mbi pagë për punonjësit mësimor dhe jo mësimor, që prej asaj kohe pagat janë rishikuar disa herë përmes ndryshimeve të njëpasnjëshme në vendimet e Këshillit të Ministrave, duke sjellë rritje graduale të pagës për pozicion dhe përditësim të shtesave për vjetërsi. Në qershor të vitit 2024 u miratua një strukturë e re pagash, e cila përcaktoi nivelet bazë për mësuesit dhe stafin tjetër të sistemit arsimor parauniversitar. Rritja e këtij viti vjen si vazhdim i kësaj strukture përmes indeksimit dhe shtesave, me synimin për të përmirësuar të ardhurat e punonjësve të arsimit në raport me inflacionin. Inflacioni në Shqipëri në muajin janar rezultoi 2.3%, duke qëndruar mbi mesataren europiane prej rreth 2%, por në nivele relativisht të moderuara. Rritja më e madhe e çmimeve u regjistrua në grupin argëtim, sport dhe kulturë, ndërsa rënja u vëre në transport. Sipas të dhënave mujore të publikuara nga Instituti Statistikave, inflacioni matur me metodën europiane në janar rezulton në nivelin 2.3%, duke sinjalizuar një rritje të moderuar të nivelit të përgjithshëm të çmimeve në ekonomi gjatë nisjes së vitit.
Të dhënat zyrtare tregojnë se inflacioni mesatar në Europë llogaritet rreth 2%, duke pozicionuar Shqipërinë lehtë mbi këtë nivel gjatë muajit janar. Kjo do të thotë se çmimet në vend janë rritur më shpejt se mesatarja europiane. Ndërkohë, vendet me normën më të lartë të inflacionit në Europë gjatë këtij muaji janë Rumania me 8.5%, Gjeorgjia me 5.1%, Islanda me 4.4%, Slovakia me 4.3% dhe Estonia me 3.8%. Në analizë rajonale, Shqipëria paraqitet në një pozicion relativisht më të favorshëm krahasuar me disa nga vendet fshinje. Maqedonia e Veriut regjistron inflacionin më të lartë në rajon me 2.9%, e ndjekur nga Serbia dhe Malizi me 2.7%. Sa i përket ndryshimeve sipas grupeve të shportit së konsumit, rritja më e madhe e çmimeve u regjistrua në grupin argëtim, sport dhe kulturë me 9.8%. Pas këtij grupi renditet kujdesi personal, mbrojtje sociale dhe mallra e shërbime të ndryshme me 3.7%. Pija alkolike dhe duhan dhe sigurime dhe shërbime financiare me 3.1% secili, si dhe ushqime dhe pije jo alkolike me 2.3%, kategori që ka një peshë të rëndësishme në shpenzimet familjare. Rritje u regjistrua gjithashtu edhe në shërbimin arsimor me 2.2%, mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtjet e shtëpisë dhe restorante dhe shërbime akomodimi me 2% secili, shëndeti me 1.1% dhe veshje dhe kputuc me 0.9%. Qira, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera me 0.7% dhe informacioni dhe komunikimi me 0.6%. Nga ana tjetër, çmimet e grupit transport çnuan në rënje me 0.7%, duke ndikuar në zbutjen e ritmit të përgjithshëm të inflacionit. Shqipëria ka shprehur dakordsinë për të marrë pjesë në forcën ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza, por ende nuk është përcaktuar numri i saktë i trupave dhe afati i dërgimit. Sipas shefit të shtabit dhe ministrit të mbrojtjes, angazhimi do të bëhet me 2 faza. Shqipëria ka rënë dakord që të dërgojë trupa ushtarak në forcën ndërkombëtare të stabilizimit të Gazas, në kuadër të bordit të paqes, por nuk është përcaktuar akoma se kur, sa dhe se si do të kontribojnë konkretisht. Kështu është shprehur shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura Arben Kinxhi në një konferencë për mediat, i cili theksoi ndër të tjera se bisedimet midis shtabeve të vendeve anëtare të bordit të paqes do të përcaktojnë ecurinë në vimësi. Shqipëria ka shprehur dakordsinë për marrjen pjesë në bordin e forcës ndërkombëtare të stabilitetit. Aktualisht neve kemi deklaruar pjesëmarrjen në fazën e parë me oficerë në shtabin e këtij operacioni, në shtabin që do krijohet për këtë qëllim. Njëkohësisht jemi duke punuar me aleatët tanë për detajet e tjera. Nuk kemi përcaktuar akoma numrin e saktë të pjesëmarrësve, nuk ka ndonjë gjë konkrete në lidhje për këtë gjë. Por Shqipëria ka shprehur dakordsinë për marrjen e këtyre. Ndërkohë, ministri i mbrojtjes Piro Vengu deklaroi se një lloj si në misionet e mëparshme, forcat tona operojnë në varësinë e një aleati më të madh që në këtë rast janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne shohim këtë angazhim me 2 faza, siç e tha dhe generali, përfshirje me oficerë në përshtabet që organizojnë forcën dhe siç e kemi bërë edhe në misionet të mëparshme, qoftë në Irak, në Afganistan apo misione aktuale të NATO-s apo të BE-s, forcat tona operojnë brenda një ombrelle të një aleati më të madh dhe kjo është logjika që do ndjekim edhe në rastin konkret. 5 vendet e para të bordit të paqes, të cilët konfirmuan që do të dërgonin trupa ushtarak dhe polici në Gaza në kuadër të planit të paqes dhe rindërtimit të kësaj zone lufte, ishin Indonezia, Kazakistani, Maroku, Kosova dhe Shqipëria. Kuadër të marrëveshjes trepalçe, Shqipëri, Kosovë dhe Kroaci gjatë vitit 2026 do të zhvillohen 3 stërvitje të përbashkëta ushtarake, 2 në Zagreb dhe 1 në Tiranë. Paralelisht, ministri Vengu njoftoi se në maj përfundohen edhe fabrika e uniformave në Babru, ndërsa gjatë verës pritet prodhimi i parë i dronëve dhe i municioneve. Bashkëpunimi trepalësh në fushën e mbrojtjes Shqipëri, Kosovë, Kroaci është në zbatime sipër, teksa këtë vit janë parashikuar të realizohen 3 stërvitje të përbashkëta ushtarake, 2 në Zagreb dhe 1 në Shqipëri. Këtyre stërvitjeve pritet i shtohet edhe një aleat tjetër i madh që është Anglia. Gjatë takimit më të fundit trepalësh në Myni u diskutuan gjithashtu prokurorimet e përbashkëta në fushën e mbrojtjes dhe elementë të tjerë stërvitor. Do zhvilluar takimi ndërmjet 3 shefave të shtabeve, Kroacisë, komandit FSK-s edhe të Shqipërisë. Në këtë takim u diskutuan të gjitha detajet në lidhje me planin e bashkëpunimit 3 vjeçar për zhvillimin e stërvitjeve të përbashkëta trilaterale, po kështu njëkohësisht u ram dakord neve të ftojmë edhe shtetet e tjera pjesëmarrëse të rajonit që të marrin pjesë në këto stërvitje. Plani i bashkëpunimit 3 vjeçar konsiston në stërvitje, ndarje eksperjencash,
konkretisht të vit do të kemi 2 stërvitje në Zagreb dhe 1 stërvitje do të zhvillohet në Tiranë me forcat speciale të 3 shteteve. Ndërkohë, përsa i takon industrisë tonë ushtarake, Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu shpreh se në maj do të përfundojë ndërtimi i fabrikës në zonën e Baburrus, që do të prodhojë uniforma për forcat armatosura dhe policinë e shtetit. Në prill kemi dronët në uzinën e autotraktorëve. Në maj përfundon ndërtimi i fabrikës së tekstileve, puna ka filluar për ndërtimin e fabrikës në zonën e Baburrus për prodhimin e uniformave me produktet e para të porositura, linja e prodhimit ka mbritur dhe janë bërë dhe porositë e parë dhe synojmë që të kemi prodhimet fillimisht për policinë e shtetit, që ka një element të ngutshëm dhe duam të trajtojmë sa më parë dhe njësitë e veçanta të forcave të armatosura. Sipas ministrit, edhe municionet e para pritet të jenë gati në korrik. Siguria në kantierët e ndërtimit po kthehet në qendër të vëmendjes. Kreu Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Afrim Qendro, deklaroi se po zhvillohet një proces i plot verifikimi për të gjitha lejet e ndërtimit aktive. Për ata që nuk i zbatojnë, do të merren masa ndëshkuese për çdo shkelje të standardeve teknike. Rritja e numrit të aksidenteve në punë, por me pasojë vdekje në sektorin e ndërtimit, ka vënë në alarm institucionet përgjegjëse. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka nisur një proces të gjerë verifikimi për të gjitha kantieret aktive, me fokus sigurinë teknike gjatë zbatimit të punimeve. Inspektorati Kombëtar i Ndërtimit ka filluar një proces verifikimi për gjitha lejet që janë në ndërtim në qytetin e Tiranës, me objekt verifikimin e sigurisë teknike në zhvillimin e punimit në për kantieret e Tiranës. Janë rrotull me 150 leje për 2 vitet e fundit dhe leje të cilat janë nga vitet e mparshme që janë duke zhvilluar në Tiranë dhe IKMT-ja, së bashku me Inspektoriatin e Bashkisë dhe me AZT-n, në bashkëpunim dhe me Policinë Bashkiake në Tiranë, ka bërë një plan pune për verifikimin e të gjitha kantiereve në kuadër të sigurisë teknike. Subjekteve që do të rezultojnë me mangësi do të lihet një afat nga një javë deri në 10 ditë për korrigjimin e problematikave në varësi të madhësisë së kantierit. Pas rikontrollit, ata që nuk do të përmbushin detyrimet ligjore do të përballen me masa ndëshkuese. Do kontrollohen gjithë në bazë të ligjit, do të verifikohen dhe do të lihen detyra për një javë deri në 10 ditë në varësi të madhësisë kantierit për t'i plotësuar gjithë defektet që kanë dhe në kontrollin e dytë që do të bëhet, ata që nuk i kanë plotësuar të gjitha kërkesat për sigurinë teknike do të ndëshkohen rreptësisht sipas gjithë detyrimeve që përcakton ligji. Inspektorati Kombëtar duhet që të ketë një qasje kontrolluese, bashkëpunuese, monitoruese në bashkëpunim të plot me projektuesin të cilit janë rritur detyrat me ligjin e ri dhe gjithashtu me të gjithë ekipet e supervizionit të ndërtimeve. Sipas kreut të IKMT-s, është bërë një plan pune me të gjitha objektet me të cilat do të vazhdojë inspektimi deri në mbylljen e këtij procesi. Inspektorati Shtetëror i Punës ka ushtruar 667 inspektime gjatë muajit janar, duke kontrolluar 12.769 vende pune në të gjithë vendin. Nga verifikimet janë vendosur 445 masa administrative, ndërsa janë trajtuar edhe 90 ankesa të depozituar nga punonjës. Gjatë muajit janar, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore ka kryer 667 inspektime në subjekte të ndryshme, me fokus zbatimin e detyrimeve ligjore nga punëdhënësit dhe mbrojtjen e të drejtave të punonjësve. Sipas të dhënave zyrtare, janë kontrolluar 12.769 vende pune, ndërsa janë zhvilluar edhe 130 inspektime këshilluese, të orientuara drejt parandalimit të shkeljeve dhe përmirësimit të kushteve të sigurisë dhe shëndetit në punë. Nga kontrollet e ushtruara janë konstatuar shkelje të legjislacionit, për të cilat janë vendosur 445 masa administrative. Masat lidhen me problematika që prekin formalizimin e marrëdhënieve të punës, respektimin e kontratave dhe zbatimin e standardeve të sigurisë në ambientet e punës. Paralelisht, gjatë kësaj periudhe janë trajtuar 90 ankesa të depozituara nga punonjës, duke aktivizuar mekanizmat institucional për verifikimin e rasteve të raportuara.
Ndërkaq, gjatë vitit 2025, inspektorati ka inspektuar 9.532 subjekte, ku 8.086 kontrole janë kryer mbi bazë risku, ndërsa janë regjistruar 963 inspektime për shkak ankese, 1.269 pezullime aktiviteti, 4.191 paralajmërime dhe 268 gjoba. Si rezultat i kontrolleve, 98% e punëmarrësve të konstatuar informal janë formalizuar, janë deklaruar 2.538 punonjës të rinj dhe në buxhetin e shtetit kontribuojnë rreth 28.3 milion lek në muaj nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Sipas Institutit të Statistikave, në janar 2026 janë regjistruar afro 1.2 milion hyrje në Shqipëri me një rritje vjetore prej 3.3%. Rritja u nxit kryesisht nga shtetasit shqiptar. Muaji janar ka nisur me një intensitet të konsiderueshëm lëvizjesh në pikat kufitare të vendit. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Instituti i Statistikave, në territorin e Shqipërisë kanë hyrë afro 1.2 milion shtetas shqiptar dhe të huaj, duke shënuar një rritje prej 3.3% krahasuar me janarin e vitit 2025. Rritja është nxitur kryesisht nga shtetasit shqiptar, hyrjet e të cilëve arritën në rreth 644.000 persona, ose 7.8% më shumë se një vit më parë. Rritja e ndjeshme e hyrjeve të shtetasve shqiptar gjatë janarit lidhet ngushtë me lëvizjet e shtuara për shkak të festave të fundvitit. Fluksi i lartë i hyrjeve në ditët e para të janarit tregon se shumë qytetarë kanë zgjedhur të kalojnë pushimet në Shqipëri. Në të kundërt, hyrjet e shtetasve të huaj pësuan një rënje të lehtë për 1.5%, duke zbritur në 552.000 persona. Europa mbetet rajoni kryesor i origjinës së vizitorëve të huaj, me gati gjysmë milion hyrje gjatë muajit janar. Brenda këtij grupimi, Europa jugore ka peshën më të madhe, duke kontribuar me 88% të hyrjeve nga kontinenti, ndërsa Europa perëndimore përbën rreth 6%. Krahasuar me një vit më parë, vihet re një rënje e lehtë e hyrjeve nga Europa qendrore dhe lindore, si dhe nga Europa veriore. Ndërkohë daljet nga territori shqiptar arritën në gati 1.3 milion persona, duke shënuar një rënje vjetore prej 1.3%. Daljet e shtetasve shqiptar u rritën me 3.1%, ndërsa daljet e shtetasve të huaj ranë afërsisht me 6.2%. Sa i përket qëllimit të udhëtimit, 98% e hyrjeve të shtetasve të huaj janë për arsye personale, si pushime, vizita tek të afërmit apo udhëtime tranzit. Hyrjet për qëllime biznesi dhe profesionale kanë shënuar rënje me 5.7% krahasuar me janarin e vitit të kaluar, duke reflektuar një ngadalësim të lëvizjeve me karakter ekonomik në fillim të vitit. Mbi 712.000 pasagjerë kanë përdorur aeroportin ndërkombëtar të Tiranës gjatë muajit janar. Kështu gjatë këtij muaji, autoriteti lidhi Shqipërinë me 71 destinacione në 21 shtete, të operuara nga 17 linja ajrore. Muaji i parë i vitit 2026 u mbyll me tregues pozitiv për aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, ku janë regjistruar 712.030 pasagjerë dhe 4.238 fluturime të operuara. Sipas TIA-s, këto të dhëna konfirmojnë një fillim të qëndrueshëm të vitit në aspektin e trafikut ajror dhe lidhjeve ndërkombëtare. Gjatë këtij muaji, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës lidhi Shqipërinë me 71 destinacione në 21 shtete të operuara nga 17 linja ajrore. Rrjeti konsoliduar dhe i diversifikuar i destinacioneve ka mundërsuar ruajtjen e një fluksi të qëndrueshëm udhëtarësh, pavarësisht periudhës jashtë sezonit turistik. Ndërkohë, sipas të dhënave nga TIA, destinacionet më të kërkuara për janarin 2026 ishin Milano, Londra, Roma dhe Venecia. Janari shënon një nisje pozitive për vitin 2026. Nga ana tjetër, sipas statistikave zyrtare të publikuara nga Këshilli Ndërkombëtar i Aeroporteve, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës përpunoi gjithsej 11.6 milion pasagjerë për gjatë vitit 2025. Ky rezultat përfaqëson një rritje prej 8.7% krahasuar me vitin 2024, duke reflektuar rritjen e vazhdueshme të kërkesës për udhëtime ajrore dhe zhvillimin e sektorit të turizmit. Gjatë vitit 2025 u shtuan 15 destinacione të reja dhe 7 linja ajrore partnere. Me një rrjet prej 83 destinacionesh, 27 linjash ajrore dhe lidhje me 25 shtete, TIA po ofron më shumë zgjedhje për pasagjerët shqiptar, duke forcuar lidhjet e Shqipërisë me Europën. TIA mbetet porta kryesore e udhëtimeve për shqiptarët dhe vizitorët që zgjedhin të fluturojnë nga Tirana. Agjencia Kombëtare e Bregdetit ka hapur aplikimet për stacionet e plazhit për sezonin veror 2026. Vetëm subjektet e licencuara me struktura akomoduese pranë plazhit
mund të aplikojnë dhe afati për dorëzimin e dokumentacionit është data 15 mars. Agjencia Kombëtare e Bregdetit ka njoftuar hapjen e aplikimeve për ushtrimin e veprimtarisë si stacion plazhi për sezonin veror 2026. Zonat ku lejohet aplikimi janë në Fier, Divjak, Pogradec dhe Zvërnec, Vlorë, Plazhi Vjetër, Spille, Vilbashtov, Rogozhin, Sheta, Hamallaj, Katunderi, Porto Romano, Currila, Borsh, Llaman, Lukov, Marat, si dhe në Rjoll, por kush mund të aplikojë? Subjektet e licencuara duhet të kenë struktura akomoduese të kategorizuara nga institucioni përgjegjës për turizmin, ndërkohë hapësira e plazhit të jetë përpara strukturës akomoduese ose në afërsi të saj. Nga ana tjetër, subjekti duhet të jetë i regjistruar si person fizik ose juridik për ushtrim veprimtarie, ndërsa aplikimet janë deri më 15 mars. Por sa stacioni plazhi janë në Shqipëri, referuar të dhënave statistikore të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, viti 2024 ka qenë viti me numrin më të lartë të stacioneve të plazhit në të gjithë vijën bregdetare të Shqipërisë dhe jo vetëm, duke arritur në 951 stacione plazhi në total. Ndërkohë, duke llogaritur nga viti 2021 si një vit pandemik, ka qenë edhe viti me numrin më të ulët të stacioneve të plazhit me 368 në total, ndërsa viti 2022 ka arritur në 442 stacione plazhi dhe për të pasuar me vitin 2023 me 721 stacione plazhi, ku vihet re një rritje thuajse dyfishuar nga viti 2021, por shifrat tregojnë se 2025 ka pasur një ulje të numrit të stacioneve të plazhit krahasuar me vitin pararendës, duke arritur në 638 stacione plazhi në total. Kjo edhe si pasojë e lirimit të hapësirave publike për ato ndërtime apo subjekte që ishin pa leje. Presidenti Amerikan Donald Trump në fjalimin e tij për gjendjen e kombit nënvizoi suksesin e politikave të tij Amerika e para. Trump u shpreh se do të vazhdonte në rrugën e tij, duke injoruar kështu të gjitha sondazhet publike dhe zgjedhore të cilat I ka kundër. Vendi është kthyer. Brenda një viti kemi arritur një transformim të pashojshë kemi parë ndonjëherë, një rilindje historike dhe tani nuk do të kthehemi më pas. Donald Trump në fjalimin e tij për gjendjen e kombit nënvizoi suksesin e politikave Amerika e para, duke filluar me ekonominë dhe deklaroi se do të vazhdonte në rrugën e tij duke injoruar sondazhet publike dhe zgjedhore që I ka kundër. Vendi është më I madh, më I mirë dhe më I fortë se kurrë. Amerika respektohet përsëri, ndoshta më shumë se kurrë, po fitojmë përsëri dhe aq shumë sa nuk dim çfarë të bëjmë me të gjitha këto fitore, theksoi Trump gjatë një fjalimi 2 orësh. Presidenti që nga fillimi deri në fund ndërthuri premtimet me pretendime për arritje, nga imigracionit te tarifat ndaj aleatëve dhe rivalëve deri te riarmatimi. E gjithë kjo, tha ai, do të thotë se gjendja e bashkimit është e fortë. Fjalimi mbushur me patriotizëm ju kushtua një vendi të fortë, të begat dhe të respektuar në vitin e 250 vjetorit të tij. Lidhur me tarifat, Trump denoncoi edhe një herë se shumë vende na kanë grabitur për vite me radhë në tregti. Ai deklaroi se edhe këto vende tani janë të kënaqura me marrëveshjet e reja të arritura dhe e quajti refuzimin e tarifave reciproke nga gjykata e lartë të pafat dhe zhgënjyes. Presidenti shtoi se kompanitë dhe të gjithë në të vërtetë duan të ruajnë marrëveshjet e arritura, ndërkohë se tarifat më të qëndrueshme do të mbeten pa pasur nevojë për miratimin e Kongresit. Ai tha se në kundërshtim me provat, ato paguhen nga vende të huaja dhe se një ditë do të zëvendësojnë taksat mbi të ardhurat. $triliona do të vazhdojnë të rrjedhin në Shtetet e Bashkuara. Duke folur për ekonominë në përgjithësi, ai tha se Wall Street po thyen rekorde dhe se ai ka siguruar mbërritjen e $18 trilion në investime nga gjithë bota. Trump kritikoi opozitën demokrate për sloganin e saj të përballueshmërisë. Ai gjithashtu pretendoi se inflacioni në fakt është zbutur me rënje të çmimeve për gjithë produktet e konsumit dhe kostot e hipotekave po bien. Ai festoi uljet e taksave në projektligjin Big Beautiful, ligji më I madh ekonomik dhe buxhetor I miratuar vitin e kaluar, duke dënuar opozitën që votoi kundër tij dhe sipas tij dëshiron të dëmtojë amerikanët, duke pohuar se ai do të ketë një ndikim pozitiv afatgjatë në të ardhura. Administrata Trump po planifikon të përdorë një program të inteligjencës artificiale të krijuar nga Pentagoni për të ndihmuar në përcaktimin e çmimeve referuese për mineralet kritike.
Administrata Trump planifikon të përdorë një program të inteligjencës artificiale të krijuar nga Pentagoni për të ndihmuar në përcaktimin e çmimeve referuese për mineralet kritike, ndërsa punon për të ndërtuar një zonë globale tregtare të metaleve. Zëvendës presidenti J.D. Vance më herët këtë muaj propozoi që Shtetet e Bashkuara dhe më shumë se 50 vende të tjera të vendosin çmime referuese për mineralet kritike në çdo fazë të prodhimit, që do të mbështeteshin nga tarifa të rregullueshme për të ruajtur integritetin e çmimeve. Këto çmime reference do të përcaktohen nga programi metaleve inteligjencës artificiale i Departamentit të Mbrojtjes për eksplorimin e çmimeve të hapura për sigurinë kombëtare, Open. Ky veprim hedh dritë mbi mënyrën se si administrata synon të formësojë çmimet e tregut, edhe pse teknologjia e inteligjencës artificiale është përballur me skepticizëm nëse mund të riorganizojë mënyrën se si blihen dhe shiten mineralet kritike. Programi Open u lançua në vitin 2023 nga Agjencia e Projekteve të Kërkimit të Avancuar të Mbrojtjes e Pentagonit, me qëllim llogaritjen e çmimit të një metali kur merren parasysh puna, përpunimi dhe kostot e tjera, dhe kur përjashtohet manipulimi i supozuar i tregut kinez. Zyrtarët e Trump fillimisht po e përqendrojnë modelin e çmimeve të inteligjencës artificiale të Open në të paktën 4 minerale kritike, duke përfshirë germaniumin, galiumin, antimonin dhe tungstenin, përpara se të zgjerohen në të tjera. Plani për mineralet vjen në një kohë kur administrata po lëviz për të vendosur me shpejtësi mjetet e inteligjencës artificiale diku tjetër, duke përfshirë bashkëpunimet me OpenAI, Anthropic dhe Alphabet's Google për përdorimin e inteligjencës artificiale gjeneruese. Kina është prodhuesi dhe përpunuesi më i madh në botë i shumë mineraleve që konsiderohen kritike nga qeveria amerikane. Pekini e ka përdorur këtë avantazh vitet e fundit për të prodhuar minerale me humbje dhe për të ulur çmimet e tregut, një sfond që i ka detyruar rivalet perëndimor të mbyllin bizneset. Komisioneri i Tregtisë i Bashkimit Evropian i ka bërthirë ligjvënësve të ecin përpara me paktin tregtar Bashkimi Evropian SBA, edhe pse Washingtoni po vendos tarifa të reja. Sipas të homologët amerikanë kishin telefonuar që të shtunën për të siguruar se do t'i përmbahen marrëveshjes nëse Bashkimi Evropian e respekton ata. Komisioneri i Tregtisë i Bashkimit Evropian Maroš Šefčovič u bëri thirrje ligjvënësve që të ecin përpara me paktin tregtar BE-SBA, edhe pse Washingtoni po vendos tarifa të reja dhe pasiguria ligjore vë në dyshim kushtet e marrëveshjes. Marrëveshja u ngri pa pritur të hënën pasi një vendim i Gjykatës së Lartë në Shtetet e Bashkuara i shpalli të paligjshme shumicën e tarifave të vendosura globalisht nga Shtëpia e Bardhë në vitin 2025. Menjëherë pas vendimit, presidenti Donald Trump njoftoi tarifa të reja për 10% mbi importet nga aleatët, përfshirë Bashkimin Evropian. Është e domosdoshme që ta vazhdojmë procesin përpara në zbatimin e angazhimeve tona, u tha Šefčovič eurodeputetëve. Një votim në seancë plenare në mars duhet të mbetet objektivi ynë, me kusht sigurisht që të marrim më shumë qartësi nga Shtetet e Bashkuara. Šefčovič tha gjithashtu se homologët e tij amerikanë kishin telefonuar që të shtunën për të siguruar se do t'i përmbahen marrëveshjes nëse Bashkimi Evropian e respekton atë, por marrëveshja arritur në korrik 2025 nga Trump dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas javësh të tëra polemikash tregtare, tani është pezull dhe kërkon miratimin e Parlamentit Evropian për të hyrë në fuqi. E pargjërsisht në Bruksel si e pabarabart, marrëveshja mban tarifat amerikane prej 15% për mallrat europiane, ndërsa bloku heq tërësisht tarifat e veta për mallrat amerikane dhe zotohet të investojë qindra miliarda euro në Shtetet e Bashkuara, që nga vendimi i Gjykatës së Lartë dhe pasojat në Washington. Komisioni Evropian ka kërkuar Shtëpisë së Bardhë të respektojë marrëveshjen dhe ka kërkuar qartësi mbi hapat e mëtejshme, si të mbi kozgjatjen dhe fushveprimin e tarifave të reja që Trump njoftoi pas vendimit. Në nisje të vizitës së tij në Kinë, kancelari gjerman u shpreh për thellimin e bashkëpunimit ekonomik mes të dy vendeve. Ekonomia e Gjermanisë, e bazuar kryesisht në prodhim, është goditur veçanërisht të rënd nga konkurenca e prodhuesve kinez. Kina dhe Gjermania dëshirojnë të thellojnë bashkëpunimin, than kancelari gjerman Friedrich Merz dhe kryeministri kinez Li Qiang në Pekin, ndërsa Merz filloi një vizitë që synonte rivendosjen e lidhjeve në sfondin e një çekuilibri tregtar në zgjerim. Kancelari tha se Gjermania i kushtonte shumë rëndësi ruajtjes dhe thellimit të shkëmbimeve intensive ekonomike me Kinën, partnerin e saj më të madh tregtar për vitin e kaluar, duke theksuar njëkohësisht nevojën për të siguruar bashkëpunim të drejtë dhe komunikim të hapur. Kemi shqetësime shumë specifike në lidhje me bashkëpunimin tonë, të cilin duam ta përmirësojmë dhe ta bëjmë të drejtë, tha Merz, i cili përballet me një akt të vështirë balancimit të ripërcaktimit e një marrëdhënie ekonomike që është gjithnjë e më e pafavorshme për interesat gjermane. Kryeministri kinez u bëri thirrje të dy palëve të bashkëpunojnë për të mbrojtur multilateralizmin dhe tregtinë e lirë,
duke u referuar luftës tregtare të presidentit amerikan Donald Trump, e cila ka përmbysur sistemin global tregtar. Kina dhe Gjermania, si dy nga ekonomitë më të mëdha në botë dhe vendet të mëdha me ndikim të rëndësishëm, duhet të forcojnë besimin tonë në bashkëpunim, të mbrojnë së bashku multilateralizmin dhe tregtinë e lirë, si dhe të përpiqen të ndërtojnë një sistem qeverisje globale më të drejtë dhe të ndershëm, deklaroi kryeministri kinez. Kina po kërkon të paraqitet si një partner ekonomik i besueshëm në kontrast me Shtetet e Bashkuara, ndërsa Europa përpiqet të adresojë dobësitë në zinxhirat e saj të furnizimit dhe shqetësohet për varësinë në rritje nga Kina. Merz në vizitën e tij të parë në Kinë bëhet udhëheqësi i fundit evropian që kërkon të rivendos lidhjet me Kinën pas Starmer të Britanisë dhe Carney të Kanadas në fillim të këtij viti, ndërsa Pekini lavdëron përfitimet e angazhimit me tregun e tij masiv të konsumit dhe bazën e përparuar të prodhimit. Angazhimi midis ekonomisë më të madhe të Europës dhe Kinës mund të përgatisë terrenin për marrëdhëniet Bashkimi Evropian-Kinë këtë vit. Merz vjen i shoqëruar nga një delegacion prej 30 kompanish. Ekonomia gjermane e bazuar kryesisht në prodhim është goditur veçanërisht në rënd nga konkurrenca e prodhuesve kinez. Shumica e familjeve britanike do të paguajnë fatura më të ulta të energjisë që nga muaji prill, pasi regulatori OCFEM uli çmimin maksimal me 7%. Qeveria tha vitin e kaluar se do të zhvendoste 75% të kostos së detyrimit të burimeve të rinovueshme nga faturat e konsumatorëve në taksimin e përgjithshëm. Shumica e familjeve britanike do të paguajnë fatura më të ulta të energjisë nga prilli, tha regulatori i energjisë OCFEM, pasi uli çmimin maksimal me 7% sipas masave qeveritare për të lehtësuar kostot. Ky veprim vjen pas planeve të përcaktuara në buxhetin e vitit të kaluar për të zhvendosur disa kosto të energjisë së rinovueshme në taksimin e përgjithshëm dhe për të hequr një skem që u kërkon furnizuesve të financojnë masa të tilla si izolimi për familjet me të ardhurat të ulta. Kufiri i ri për 1641 pound në vit për përdorimin mesatar të energjisë elektrike dhe gazit është 117 pound më i ulët se niveli vendosur për periudhën janar-mars. Qeveria tha vitin e kaluar se do të zhvendoste 75% të kostos së detyrimit të burimeve të rinovueshme, i cili financon prodhimin e energjisë së rinovueshme nga faturat e konsumatorëve në taksimin e përgjithshëm nga prilli. Gjithashtu, sipas qeverisë, do të hiqet dorë nga një skem që u kërkonte kompanive të energjisë të financonin masa të tilla si izolimi dhe sistemet e reja të ngrohjes për familjet me të ardhurat të ulta. Të dy masa do të hiqnin rreth 150 pound në vit nga fatura mesatare e familjeve. Megjithatë, kostot në rritje të rrjetit kanë kompensuar disa nga këto kursime. Çmimet me shumicë të gazit dhe energjisë janë një pjesë e rëndësishme e formulës që OCFEM përdor për të llogaritur çmimin maksimal dhe këto kanë rënë gjatë muajve të fundit, por kostot e rrjetit përbëjnë një pjesë të madhe të faturës. Kostot e rrjetit u rritën me 66 pound krahasuar me periudhën e fundit të kufizimit të çmimeve, ndërsa filluan të shtohen taksat e lidhura me një përmirësim prej 24 miliard pound në sistemin e transmetimit të energjisë në vend. Kufiri i çmimeve për tarifa standarde u prezantua në vitin 2019 dhe aktualisht mbulon rreth 2/3 e familjeve. Prodhuesi britanik i makinave luksoze Aston Martin do të shkurtoj fuqinë punëtore deri në 20%, ndërsa përpiqet të rimëkëmbet nga ndikimi i tarifave të importit të shërbas dhe kërkesës së dobët në Kinë. Prodhuesi britanik i makinave luksoze Aston Martin do të shkurtoj fuqinë punëtore deri në 20%, ndërsa përpiqet të rimëkëmbet nga ndikimi i tarifave të importit të Shteteve të Bashkuara dhe kërkesës së dobët në Kinë. Aston Martin tha se shkurtimet e vendeve të punës nga një fuqi punëtore totale prej rreth 3.000 personash duhet të sjellin kursime vjetore prej rreth 40 milion pound. Kompania nuk specifikoi se kur do të zbatoheshin shkurtimet e vendeve të punës, por tha se shumica do të ishin këtë vit. Shkurtimet përfshin një ulje prej 5% të njoftuar vitin e kaluar. Gjithashtu, kompania uli planin e saj 5 vjeçar të shpenzimeve kapitale në 1.7 miliard pound nga 2 miliard, duke vënuar investimet në teknologjinë e automjeteve elektrike. E njohur si marka makinave të drejtuara nga James Bond, kompania ka pasur vështirësi në gjenerimin e të ardhurave dhe në menaxhimin e borxhit për 1.38 miliard pound. Drejtuesit e kompanisë thanë se tarifat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishin qenë jashtëzakonisht shkatërruese dhe kërkesa kishte qenë gjithashtu jashtëzakonisht e ulët në Kinë, tregu më i madh i automobilave në botë. Kompania shënoi një humbje operative prej 259.2 milion pound në vitin 2025, si pjesë e përpjekjeve të saj për të përmirësuar financat. Ajo arriti një marrëveshje prej 50 milion pound për t'ia shitur të drejtat e përhershme të markës ekipit të saj të Formula 1 javën e kaluar.
Pas marrëveshjes lehtësuese me SBA, kompania kineze TikTok ka patur një rritje të madhe të vlerës. Sipas treguesve më të fundit, kolosi global i mediave sociale tashmë vlen $550 miliardë. Firma e investimeve General Atlantic ka vendosur të shes një pjesë të aksioneve për ByteDance, e cila është kompania mëm e platformës TikTok. Kjo marrëveshje e vlerëson kolosin e mediave sociale $550 miliardë, teksa shihet një rritje e ndjeshme në aksionet private. Investimi i ByteDance do të jetë i pari që kur administrata Trump miratoi shitjen e interesave amerikane të rrjetit TikTok gjatë janarit, duke shënuar kështu një rritje prej 66% të vlerës krahasuar me vitin e kaluar. General Atlantic investoi për herë të parë në ByteDance gjatë vitit 2017, kur kompania aso kohe vlerësohej në rreth $20 miliardë. Tani më, ata shikojnë potencial zhvillimor në shitjen e një pjese të aksioneve. Transaksioni ende në proces shfaq rritje të qëndrueshme në vlerësimin e ByteDance nga tregu privat dhe forcon perspektivat për investitorët e tjerë të saj, të cilët e presin të suksesshëm debutimin në treg. Arsyeja e propozimit të kësaj shitje vjen pas marrëveshjes së ByteDance me SBA, e cila diktonte pronësinë shtetërore të degës amerikane të platformave, duke zbutur gjithashtu shqetësimet e mëparshme të presidentit Trump mbi sigurinë e aksesit të rrjetit TikTok. Sa kaq, kompania kineze ByteDance, të ardhurat e së cilës i kanë tejkaluar fitimet e kompanisë Meta, është vlerësuar si kompania më e madhe në botë e mediave sociale për nga shitjet. Fitimi vjetor i grupit mediatik për vitin 2025 i afrohet vlerës $48 miliardë. Qeveria amerikane akuzoi Kinën se ka nxitur sulme kibernetike mbi kompaninë Google për të marrë të dhëna të rëndësishme, por ambasadori kinez kundërshtoi akuzat dhe kujtoi se siguria kibernetike është sfidë globale. Kompania Google ka deklaruar ditën e sotme se është në procedurë pastrimi të hakerave me lidhje kineze që hynë në të dhënat e të paktën 53 organizatave në 42 vende. Grupi i hakerave, i identifikuar si UC2814 dhe Gallium, ka një histori gati 10 vjeçare të depërtimit në organizata qeveritare dhe kompani telekomunikacioni, u shpreh kompania. Ky ishte një rrjet i gjerë mbikëqyrjeje i përdorur për të spionuar njerëz dhe organizata në të gjithë botën, tha analisti kryesor i grupit të inteligjencës kibernetike. Google dhe partnerë të tjerë mbyllën projektet e kontrolluara nga grupi i hakerave, identifikuan dhe çaktivizuan infrastrukturën e internetit që po përdornin dhe çaktivizuan llogaritë e tyre në platformën Google Sheets, nëpërmjet të cilës ata kryenin operacionet e vjedhjes së të dhënave. Përdorimi i Google Sheets i lejoi grupit të shmangte zbulimin dhe të përfshihej në trafikun normal të rrjetit, shtoi kompania. Gjithashtu, kolosi teknologjik bëri me dije se fokusi primar i sulmit ka qenë zbulimi i të dhënave personale të figurave shtetërore në SBA, nëpërmjet instalimit të një sistemi diskret me emrin GridTade që përmbante një sër të dhënash personale. Sa kaq, Shtëpia e Bardhë e cilësoi sulmin si të qëllimshëm nga ana e Kinës, por në reagimin e tij, zëdhënësja e ambasadës kineze në SBA tha se siguria kibernetike është një sfidë që duhet luftuar globalisht, duke kundërshtuar çdo akuzë për përfshirjen e shtetit kinez në këtë sulm kibernetik. Kemi ardhur kështu në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë internet skan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë më takofshim.